Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar një sër kërkesash të palëve në procesin penal të njohur si dosja Partizani, ku po gjykohet ish kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Amar Maltezi dhe 4 të tjerë të akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Në vendimin e saj të ndërmjetshëm, gjykata ka pranuar kërkesën e mbrojtjes për të thirrur si dëshmitar kryeministrin Edi Rama, i cili pritet të japë shpjegime në cilësinë e tij të mëparshme si kryetar bashkie i të Tiranës në lidhje me ndryshimet e pretenduara të destinacionit të ish kompleksit sportiv Partizani në funksion sportiv dhe ndërtim. Gjithashtu, si dëshmitar në këtë proces, është thirrur dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, i cili së bashku me 2 persona të tjerë pritet të dëshmojë pari në 30 prill në seancën e radhës gjyqësore. Nga ana tjetër, gjykata ka pranuar edhe kërkesën e SPAK-ut për të thirrur si dëshmitar ish kryeministrin Sali Berisha dhe Amar Maltezi, ndërsa ka rrëzuar kërkesën e mbrojtjes për të dëshmuar një hetues të Byros Kombëtare të Hetimit. Seanca e fundit ka shënuar mbylljen e fazës së kërkesave paraprake, ndërsa me 30 prill pritet të nisë shqyrtimi në themeli provave dhe dëshmive në këtë proces. SPAK pretendon se Berisha ka ndikuar përmes akteve ligjore dhe vendimarrjeve në procedurat e privatizimit të ish kompleksit Partizani, me qëllim favorizimin e përfitimeve për familjen e tij, akuzat të cilat janë mohuar nga të pandehurit duke i cilësuar si politike.